çdo shkelje e asaj që Allahu e ka ndalu. Çdo shpërfillje e udhëzimit të Allahut te barekuhu teala, apo është një shkak për pasojë caktuar në jetën tonë. Merr rregull. Allahu ka thonë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Rregull, ligj. Kush i shmanget udhëzimit tim, nuk do të gjendë rahati në jetë. E pat para sa dite, ka qarkullu shumë, nuk është as e para as e fundit dëshmi, po shumë u qarkullu shumë më bodë, domethënë, ai multimiliarderi i njohur, i cili mas sa miliardave, zotën edhe, po kodrot më i pastri në historitë njerëzimit, që ka Teslën e SpaceX-in e kështu me radhë, po, çka tha? Tha ata që kanë thënë se pasuria nuk të përmbush, në kuptim që shtot, pasuria nuk sjell lumturi, mos u merrni për gabim që kanë thënë. Mos i qartoni se mirë e kishin pasur. A kuptuat? A është ky ligj i Allahut? Njerëz kanë dashur me u përmbush lumturinë vetvete, me gjithë veten jashtë asaj që ka thënë Zoti. Në rregull, kërkone, lëpeni. Mirë, po çka kanë përmbush? Përveç se epshit. E pat për shkakun këto dosje që dolën në të ndrum. A përshini në dur të kujna ka me të pasuria, siguria, kështë më radhë. Njerëzve që realisht një epsh i caktuar i gjunëzën, i ligë. A përshini ku kam ri puna, po? Kjo nuk është e thjesht, kjo është shumë serioze. Tentoj pak mu relativizu për shkak të turbullinat ma në dunjama, kjo është shumë serioze. Ata nuk ishin njerëz të zakonshëm të rëndamët. E çka këshin mo? Me vajzat mitura, me vajzat reja, apo duke u shthura, shfrenune për ishit saktuar, për çka? Për çka? Me gjetë ata një farloj përmbushe dikun. Që kjo ligja Allahut, nuk ki me gjetë në haram kur, s'ki me gjetë kur ndalume. Nëse dënë me gjetë rrugën e duhur, me përmbush vetën si njeri, ki me gjetë vetëm në udhëzimin e Allahut te barekuhu teala. Me në rregull këtë. Keni me kaluar situata ndryshme në jetë, kanë më bëu oferta të llojshme, situata ndryshme, kuptoje gjithmonë. Kur je me Zotin mirë je. Sa të largohesh prej Zotit, xhalla xhelalu, ki me kon shumë keq aftë.